Ja ku rikthehet ora verore. Në natën mes të shtunës dhe të dielës 29 dhe 30 marsit akrepat e orës shkojnë 60 minuta para duke shënuar zyrtarisht rivendosjen e orës diellore. Orët që kërkojnë ndërhyrje manuale duhet të zhvendosen me 1 orë përpara nga ora 2 deri në orën 3. Pra kjo do të thotë që do të flini pak më pak, por nga ana tjetër regjimi i ri për orë do t'ju lejoj të përfitoni nga rrezet e diellit deri vonë edhe fal zgjatjes së ditëve që sjell vera. Ora verore do të qëndrojë në fuqi deri në fundjavën e fundit të tetorit, ku akrepa do të ndryshojnë sërish 60 minuta. Sipas disa studiuesve, thuhet se koha verore sjell përfitime për shëndetin ton, sepse është më në sinkron me orën tonë biologjike, e cila ka nevojë për errësirë gjatë orëve të mbrëmjes për të prodhuar melatoninën dhe për të siguruar pushimin e duhur. Kompjuterët dhe pajisjet e lidhura me internetin përditësohen automatikisht, ndërkohë që është e nevojshme të korrigjoni manualisht kohën e mbajtur nga orët analoge. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.